Mirë se vini në Elevate. Unë jam Floriana Garo dhe sot duhet flas me ju si grua, si njeri, për diçka personale të cilën unë e besoj, por që na prek të gjithëve, për një pyetje që e kemi bërë të gjithë ne në një pikë të jetës tonë në heshtje. A mund ta krijojmë realitetin tonë përmes mendimeve? A mund që ta manifestojmë jetën që ne dëshirojmë? A janë të mundura gjërat për mua? Do të filloj me këtë. Unë nuk besoj që jeta është e lehtë, apo se suksesi vjen thjesht nga dëshira. Unë kam kaluar stuhit e mia, kam qëndruar në tokë të paqëndrueshme, jam zhgënjur nga të tjerët, por ndonjëherë edhe nga vetja ime. Por në këto momente, një zë më ka përshpëritur, vazhdo përpara, ti je destinuar për më shumë. Dhe aty nis manifestimi. Nuk fillon me magji, fillon me qartësi, një pamje e qartë e asaj që dëshiron. Jo ajo që të sugjeron shoqëria dhe miqt, jo ajo që rrjetet sociale e paraqesin si ideale, por ajo që zemra jote kërkon. Mund të jetë një jetë e qetë familjare, mund të jetë një kontribut për shoqërinë, mund të jetë thjesht ndjesia se je e dëgjuar dhe e vlerësuar. Kësaj ti duhet i vësh një emër, ta shohësh, ta ndjesh, por të shohësh nuk mjafton. Duhet besosh se është e mundur, edhe kur nuk ka ende asnjë provë. Aty ndalojnë shumica. Ëndërrojnë, por më pas thonë, e kush jam unë për ta pasur këtë jetë? Dua të them pikërisht këtë. Ti je personi, pikërisht ai person që duhet ta ketë. Nëse je gati që të paguash çmimin. Dhe çmimi nuk është paraja apo fama. Është përkushtimi, fokusi, qëndrueshmëria, disiplina, besimi. Manifestimi nuk është një ëndërrim, është një marrëveshje mes shpirtit dhe të ardhmës. Po, e flet me zë të lartë, e shkruan, e vizualizon, por pastaj zgjohesh dhe vepron në përputhje me këtë ëndër. Sepse universi nuk i përgjigjet shpresës së plogësht, i përgjigjet balancës të së brendshmes. Nëse ti dëshiron që të jesh sot një lider, fol si i tillë që sot. Nëse kërkon dashuri, dashuro veten thellë. Nëse dëshiron pavarësi financiare, respekto paratë që sot, jo kur të kesh më shumë. Manifestimi nuk është presësh momentin e duhur, është që të bëhesh gruaja ose burri që është gati tani. Dhe po ndaj me ju diçka personale. Kur hyra në politik, kisha plot arsye për të mos e bërë. Kisha një emër dhe një karrierë të ndërtuar në media. Kisha një familje me një bashkëshor dhe 2 fëmijë të mrekullueshëm. Kisha justifikime për të qëndruar në botën tjetër të ekranit dhe medias, ose thjesht të qëndroja me fëmijët e mi. Por, kisha edhe një vizion për veten, për Shqipërinë, për të treguar një model ndryshe. E vizualizova gruan që mund të bëhesha në politikë dhe vendosaj që të nis të jetoj si ajo, para se dikush të besonte tek ajo, edhe vetun. Ndonjëherë kam dështuar, por edhe kam patur sukses. Edhe kam përçuar modelin tim me dinjitet në atë që kam besuar. Disa ditë ishin të vetmuara, disa të lavdishme, por çdo hap më afroi, jo me përsosmërinë, por me qëllimin. Sot e di, unë nuk pres që yjet të rreshtohen, unë vetë rreshtohem me yjet që zgjedh që të ndjek. Dhe këtë e kam bërë me Elevate, me krijimin e një familje, me çdo rrugtim në karrierë që ndjek. Ndaj po ju pyes, ju çfarë po manifestoni? Dhe më e rëndësishmja, apo silleni si ai person që tashmë e ka arritur? A flisni si ai? A ecni si ai? A i vendosni kufit si ai? Manifestimi nuk është vetëm i brendshëm. Ai pasqyrohet në mënyrën se si e mban kokën lart, si hyn në një dhomë, si thua po për atë që meriton dhe jo për atë që nuk të shërben më. Sot, ju ftoj që të mbani disa shënime. Shkruani jetën që dëshironi, jo në kohën e ardhme, por në të tashmen. Kam të gjithë forcën brenda vetes që ta bëj ndryshimin. Dhe më pas, shkruani 3 veprime që do të ndërmerrni këtë javë për të qenë në përputhje me këtë version të vetes. Sepse ky njeri, në fakt, nuk është fantazi. Ai jeni ju, i çliruar. Dhe nëse askush nuk ju a ka thënë kohët e fundit, ma lejoni mua që ta them. Nuk po kërkoni shumë, po kërkoni atë
që është tashmë e juaja. Mjafton që ta pranoni me zemrën, duart dhe zakonet tuaja. Kjo është bukuria e manifestimit. Nuk është rrugë e shkurtër për një jetë perfekte. Është vendimi më i guximshëm për të ndërtuar një jetë me kuptim. Dhe kjo është arsyeja se pse jemi këtu së bashku. Faleminderit.